Përshëndetje, paqa e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqanë e mban botës. Dua t'ju tregoj se zakonisht unë pi çaj prej luleve të karanfilit. Karanfil, pra, dhe i zihej në këtë bokallën elektrik, pastaj e servoj për veti, kështu pra, duke i vendos gjithashtu edhe ato kokrat e karanfilit. Do më thënë ujtë duhet zihen minimumi një 5 minuta, një 2 minuta. Gjithashtu edhe këtu e kam një termos të cilin ma ka pru mikja ime Maria, për ndryshe, nga Kosova, në origjinë kosovare, por jeton në Zvicër, që këto e kam një dhurat shumë të bukur. Edhe këto mund të marrim me vete në punë kudo që jemi. Por gjatë ditës mjafton që kemi një gotë çaj të madhe dhe pastaj këto vetëm i përbim, jo kurse si të gjuaj. Unë e preferoj mjaltin, po kësaj herë s'ka qellu, jo shumë sheqer. Gjithashtu për mja neutralizu aromën, unë kam këto lule trandafili që janë aromatike, që i kam marrë kur kam shku në Iran. Nuk e di këtu sa ka, sa s'ka, po si të qoftë, qaq sa kemi dhe. Tani edhe chipsat normal shkojnë me çaj. Tani do t'ju lexoj dobit, i kanë nxerrë do me thënë nga ChatGPT, mos bëhem shumë e mençme. Unë e di që më bën mirë kur kam dhimbje koke, kur du pak me u qetësu, kur kam inflamacion e tjera, mirë po ja po je lexoj pa humbur kohë. Pra, lule karanfili ka veprim anti-inflamator dhe qetësues, pra kur kemi ftofje. Ndihmon në forcimin e imunitetit, pra kur jemi me gripe tjera, edhe para asaj në ndihmon mos të arrim të gripi, përmison qarkullimin e gjakut, ndihmon kundër stresit, shkoj rryma, po unë po e vazhdoj, dhe ankthit, përdoret për aromaterapi dhe relaksim, kur të na djersitemi, atëherë kur djersitemi na vjen aroma e mirë e djersës, na shkoj rryma, kërkojmë falje, ka veti antibakteriale dhe antiseptike, lehtëson, edhe kjo shkoj, lehtëson dhimbjet e kokës dhe lodhjen. Në mjekësinë popullore përdoret si çaj, vaj esencial ose aromë natyrale. E çka me bo? Rryma neve na shkoj, e tash çaj mua më bëf të mirë. Kështu pra ke përgatitni edhe ju, mos kurseni për gjonat e lira edhe të mira. Mjafton çdo ditë me pi nga një gotë. Miru pafshim. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا ابن عبد الله